Diskutuar më gjatë në lidhje me protestën e opozitës, por dhe me atë përgjigje që dha specifikisht zoti Basha, me ne në studio është Henri Qili, botuesi MAPO. Përshëndetje, mirë se keni ardhur zoti Qili. Mirë se vini. Zoti Qili, sot të gjithë publiku ka mundur të lexojë një editorial të publikuar nga ju te gazeta MAPO, ndaleni tek çështja e protestës së opozitës, jepni edhe propozoni një zgjidhje në fakt lidhur me këtë protestë. Si e shihni këtë protestë të opozitës? Po themi ngjarja është komplekse, situata është e tensionuar dhe jemi në kohë fjalimesh dhe gjykimesh partizane dhe përpjekja për të racionalizuar ose për të thënë diçka të arsyeshme, sido që edhe nga çdo lloj motivi që të niset, krijon a priori keq kuptim. Është një editorial i thjeshtë, një qendrim editorial i gazetës MAPO, i përfaqësuar nga unë si botues, që në situatën e krijuar diçka ka sens dhe diçka nuk ka sens, ose diçka nuk ka sens dhe diçka ka sens. Në këtë kuptim, emri ose po themi që në këtë rast emri Sajmir Tahirit ose ministrit aktual të brendshëm është thjesht një pretekst argumentativ për të ndarë situatën. Cila është ideja? Jemi 120 ditë para zgjedhjeve, para ballafaqimit elektoral të 2017-s dhe jemi rreth 75 ditë, pra 2 muaj e gjysmë para fillimit zyrtar të fushat sektorale. Vështruar nga kjo datë dhe specifikisht nga kjo datë është absurd të diskutosh për një qeveri teknike. Edhe pra kur vendi është në një zhvillim po themi normal, logjik, qeveria është e ligjshme, kryeministri është legjitim. Nga ana tjetër, pra të diskutosh në një protestë, edhe pse protestat janë të drejtë e qytetarëve dhe aq më tepër të partive politike dhe opozitës, të diskutosh kaq afër zgjedhjeve opsione për një qeveri tjetër, kur ballafaqimi elektoral ja ku është, pra të ndeshësh me qeverinë për përmbajtjen, kur gara elektorale është kaq afër, është praktikisht e kotë. Pse? Sepse protestat e mëdha kanë një kuptim në mes të mandatit, kur krijon një sensibilizim e kështu me radhë. Përkundrazi, përkundrejt kësaj, ka një kuptim, një shqetësim në rritje e opinionit publik, i opinionit ndërkombëtar, i zonjës Merkel, sintetizuar ke takimi i Merkelit me Ramën, për standardet e zgjedhjeve të ardhshme. Fatkeqësisht, standardet e zgjedhjeve janë ende një diskutim në Shqipëri. Fatkeqësisht, edhe jo mirë për këtë ecuri i demokracisë shqiptare, çështja e garantimit të këtyre është një çështje ende shumë e ndjeshme. Prandaj ja vlen të diskutohet në këtë terma. Pra, protesta e opozitës ka një sens, ka një kuptim, ka interes publik në kuptimin e garantimit të zgjedhjeve të lira. Shkrimi im ishte i thjesht, nuk ishte asnjë prapaveprim, asnjë prapavije, asnjë gjë tjetër. Të puntojmë ose të punktojmë ose të përqendrohemi tek nocioni i garantimit ose zgjerimit garantive që ka forma të ndryshme. Një prej tyre do kishte qenë dhe një ministri i brendshëm teknik ose i pranuar nga palët, meqense akuzohet shumë për kriminalizimin, akuzohet shumë për elementet kriminale në qarkullim në qytet, akuzohet shumë për nivelin e trafikut të drogës. Pra, jashtë emrit dhe personit të Sajmir Tahirit ose ministrit të brendshëm në këtë rast, diskutimi është që çfarë garancisë shtesë shoqëria duhet marrë, opozita në radhë parë duhet marrë dhe një lider i ri si Lulzim Basha duhet marrin për të shkuar të qetë me votën e 28 qershorit dhe e përfundoj këtu, dhe të kthehemi një orë më parë tek diskutimi normal i zgjedhjeve. Cili është alternativat? Këto garanci për zgjedhjet. Një variant është ai që ju propozoni, pra që të bëjmë teknik vetëm Tahirin, jo gjithë qeverinë. E shikoni të mundur që palët të ulen në një tryezë, siç ka ndodhur herë të kaluara, ku deri në moment fundit ka pasur tryeza të stërzgjatura për të vendosur masat garante, apo duket se nuk ka ndonjë vullnet nga asnjë prej palëve? Të nderuar kolegë, ne kemi vite që ndjekim fushatën elektorale në Shqipëri dhe çdo 2 vjet ka pasur zgjedhje, që nga viti 2000. Dhe ne jemi mësuar me këtë, bile na janë bërë veshët me dyll me çështjen e standardeve të zgjedhjeve. Tek standardet e zgjedhjeve është shumë e vështirë të ndash çfarë është vërtet me interes publik dhe çfarë është justifikimi një pale për humbjen. Ne duhet ruajmë koherencën, duhet të jemi me një kut, me një mas dhe në raport me fabulet e tjera. Po, standardet e zgjedhjeve ka një rëndësi, po ka një rëndësi të caktuar. Ose një mas caktuar rëndësia. Ato nuk mund të na privojnë nga zhvillimi normal i jetës politike, ku zhvillimi normal i jetës politike është konkurenca nëpërmjet alternativave.
Sigurisht që nuk mund të fillohet pas zgjedhjeve të lira, por dhe anasjelltas, ato nuk mund ta bllokojnë alternativat. Dhe ndërkohë që problemi ekziston si tër, ne duhet të shohim momentin, kjo situatë, viti 2017, kush është më shumë, kush është më pak. Në gjykimin tim krejt personal dhe subjektiv, unë them që po, ka një bazë reale kësaj radhe niveli i kriminalitetit, niveli i trafikut të drogës dhe çështja e dekriminalizimit, pra prania e elementeve me rekorde kriminale, çka është e pranuar dhe nga qeveria se për ditë po humben mandate e kështu me radhë, por pse nuk duhet mendojmë që ka dhe elemente të tjerë, pra ka një specifik dhe kjo specifik mund të adresohej nëpërmjet disa garancive shtesë. Ishte thjesht një ide, nuk ka rëndësi, thash dhe nuk ka rëndësi kush është ky ministër ose ai ministër. Ide që zoti Basha mori me njerë dhe u përgjigj publikisht. Patjetër, ka bërë përshtypje. Ka bërë përshtypje sepse shiko, ka një problem. Ne duhet mësohemi sot në shoqëri, zoti Basha ka përdorur një term aty, mediat që i kontrollon kryeministri. Është absurd, është një akuzë kot, se ndoshta as zotin Basha nuk akuzoj, po teorikisht mos ka ndërmend modelin e vet, media që ai kontrollon, se nuk më kontrollon kush, është një ide personale, është një ide, po themi editoriale, që duhet të përqendrohemi tek poli ose tek nodusi i Ministrisë së Brendshme ose elementeve që lidhen me krimin, trafiqet, për të garantuar palët politike konkurruese në zgjedhje, partitë e reja apo partitë e vjetra. Mund të ishte në territori i përgjithshëm i policisë, pra nuk ka asnjë rëndësi kjo. Pra mund të diskutojë një modalitet i kësaj natyre. Mund të bëheshin disa masa shtesë, domethënë nuk ka rëndësi, mund të rinte ministri dhe të bëheshin disa masa shtesë për të menaxhuar këtë situatë. Akoma Komisioni i Reformës Zgjedhore është në zhvillim e sipër dhe ai prap mund të bënte disa garanci shtesë. Shkurt, të ndajmë një gjë nga një gjë tjetër. Kërkesa ose protesta për një qeveri teknike është pa kuptim, ka qafër zgjedhjeve, po ka kuptim të bëhen garanci ose të ofrohen garanci shtesë nga palët dhe kryesisht nga qeveria për t'i dhënë fund obsesionit të zgjedhjeve të lira në Shqipëri. Tu do ndalesh në fakt, duket një obsesion opozitar apo ka baza reale për zgjedhje të rrezikuara për t'u kapur nga krimi, zgjedhjet e ardhshme? Shikoni, shoqëria është më shëndetshme kur ne kemi një alarm të hershëm se sa një alarm të vonuar. Ashtu si në mjekësi, unë kam thënë tek editoriali sotëm në Mapo, më mirë profilaksi se shërim. Edhe këtu më mirë le të bëhet një zhurmë paksa edhe tepruar, obsesion, edhe pse ka disa baza reale, ka një nivel caktuar në rritje të pranisë së elementeve kriminale ose të paraspisë në zgjedhje, ka një shqetësim, ka një nivel të caktuar të çështjes trafikut të drogës që s'po hyjmë sot, po qoftë në perceptimin e shoqërisë kjo ekziston. Dhe si e tillë, këtu thash mund të përqendrohemi për të korrigjuar diçka, për të kthyer sa më shpejt punëve normale në vend që janë zbatimi i vettingut, zbatimi i reformës drejtësi dhe në fundit ndeshja për alternativat elektorale, çka është interesi thelbësor i shqiptarëve në 28 qershor. Kush propozon çfarë për qeverisjen e 4 vjetëve të ardhshme të Shqipërisë? Po pikërisht dakord me ju që ta zgjidhim sa më shpejt këtë ngërç për të kaluar tek paraqitja e platformave dhe tek zgjedhjet. Po si do të bëhet kjo kur palët nuk janë të angazhuara, këmbgul edhe një herë në hyrjen në debat. Ne kemi vetëm një reagim të kryeministrit Rama, i cili sipas asaj që transmetojmë herët News 24 sot mbledhje ka kërkuar deputetët mos merren shumë me protestën e opozitës, po të vazhdojmë punën e tyre në bazë. Kemi LSI dhe partitë e tjera që nuk janë shprehur ende për këtë gjë. Kjo do kërkonte që zgjidhja do kërkonte që të gjithë të shpreheshin dhe të angazhoheshin. Unë personalisht qoftë dikur si gazetar profesionist, qoftë tani si botues ose me median modeste Mapo, jam i një shkolle tjetër në krahasim me këtë lloj shkolle të sterilitetit dhe të neutralitetit. Unë mendoj që në fundit është opinioni publik që bën diferencën, qeveria dhe opozita janë palë. Opozita ka çik më shumë, çik më pak moralitet, qeveria ka çik më shumë, çik më pak moralitet. Janë palë. Pikërisht ndërhyjnë trupat ndërmjetëse, në thonjza që quhen në mekanizmin demokratik, pra media, shoqëria civile, figurat publike, ndërkombëtarët, biznesi etj. Siç të thon diçka për situatën. Vështruar teknikisht të dyja palët kanë të drejtë, por kjo është sterile, kjo nuk na thot asgjë. Unë personalisht jam për këtë që bëj vetë. Dhe jam i kësaj shkolle. Ka shkolla tjera që shohin jo po çfarë do bëhet, çfarë do bëhet, do flasë ky, do flasë. Jo, të flasim mirë për objektin që kemi. Personalisht jam i kësaj shkolle dhe prandaj pozicionohem sot, them, kërkesa e qeverisë teknike është absurde,
garancitë shtesë për zgjedhje janë të drejta. Pik, kjo është qëndrim. Më pëlqeu kolegu Armand Shkullaku, që vajti djetë tek tenda dhe si një figurë publike, si një intelektual, tha 1, 2, 3, gjërat e veta, mendimet e veta, krejt kundërta nga të mijat, po unë jam i kësaj shkolle. Në krahasim me disa tjerrje dhe disa tirada, mos pozicionimi ose teknikalitetesh në opinionin publik që shohim, intelektualesh apo gazetar. Por mua duhet një pozicionim, sepse kështu mendoj i kontribuojmë interesit publik. Ajo që thot Rama është palë, ajo që thot Basha është palë, hajde diskutojmë diçka që ka vërtet racionalitet. Çfarë do ndodhi? Nuk dihet, sepse analiza nuk është parashikim. Por unë them që dy janë gjëra që janë të paevitueshme. Edi Rama nuk mundet të kaloj këtë situatë pa ofruar në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar që janë zakonisht ndërmjetësit garanci shtesë, modalitetet t'i shohim. Ajo imja sotja ishte thjesht një ide që quhet ndryshe eżercicio intelektuale, ushtrim intelektual, pa lidhje me realitetin konkret, ishte një modus. Ka forma tjera, thash dhe është reforma zgjedhore në zhvillim, është zgjatur afati, ka mekanizma tjera, ka marrëveshje, ka shumë gjëra tjera. Dhe nga ana tjetër, Rama duhet të japë disa garanci shtesë për zgjedhjet, pikë. E ka porosi nga Merkel, nga partnerët ndërkombëtar, nga kushtet e kësaj po themi paketës për integrimin ose për hapjen e negociatave. Nga ana tjetër, opozita i meriton të marrë këto kushte, por të mos angazhojë energji kot me nocionin e qeverisë teknike. Është antidemokratike madje. Të kërkosh një qeveri teknike 6 muaj para 3 muaj, 4 muaj para zgjedhjeve dhe 2 muaj gjysmë para fillimit të fushatës, është antidemokratike. Që do i ndronim kështu qeveritë, cili do ishte sensi i gjës. Pra, kjo për mua është një kontribut në debatin publik të ditës. Ndoshta prandaj shkrimi ka shkaktuar kaq shumë reagim, madje dhe keq kuptime, ndoshta dhe konspiracion, siç është e zakonshme në Shqipëri. Kjo është mënyra ose këndi im modest nga ku i shoh ngjarjet dhe kontribuoj. Por roli i Lëvizjes Socialiste për Integrim si një forcë që është brenda koalicionit, por edhe si një forcë që vazhdimisht interpretohet që flirton me Partinë Demokratike, cili është? A ka një rol ose a mund ta luajë një rol në këtë situatë? Çështja e LSI-s është një temë shumë e gjerë dhe shumë e gjatë. Ne gjatë edicionit shkurtër, edicionit tuaj lajmeve mund të themi vetëm 2-3 konsiderata. Konsiderata e parë është fakti që çështja e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe e leadershipit së Ilir Meta është për tu akomoduar. Pra është një temë e sapo hapur. Që do të thotë, ndër 3 mundësitë që ajo të konkurojë në koalicion, të konkurojë vetëm ose me opozitën, në gjykimin tim ka 2 probabilitete reale, ose po themi në raport me interesin publik, për ta thënë më shkurt. Konflikti PS-LSI për një pushtet brenda mazhorancës, më të gjerë apo më të ngushtë të njërës apo tjetrës, është një temë bajate e qelbur pa asnjë interes publik, sepse nuk ka rëndësi se si raportohen ato me njëri tjetrin. Është një temë sterile. Nëse Lëvizja Socialiste për Integrim do të konkurrojë veç, pra do të paraqitet si alternativë qeverisë për vendin, për të matur realisht, për të pretenduar realisht gjërat e ambicës saj dhe i meriton, dhe ish kryeministri Meta, ose kryetari i parlamentit. Kjo ka një interes të madh publik. Pse? Sepse 3 koalicionet ose 3 blloqe kryesore konkurrojnë veç, maten realisht dhe negociojnë pas zgjedhjeve. Në qoftë se sot diskutohet që Lëvizja Socialiste për Integrim të kalojë nga pozita në opozit, për mua është kundër interesit publik, është një gjë shëmtuar për shkak të faktit që Lëvizja Socialiste për Integrim duhet të trajtohet si një parti qeveritare, e cila do konkurrojë bashkë ose veç me partnerin e vet koalicionit. Po nuk mundet sot të ngrem nga e kundërt dhe të trajtojmë LSI-n si një parti opozitare. Po, do doja ta fokusojmë në fakt tek kjo çështje për cilën po flasim, te protesta e sotme. Çfarë do ndodhi? Thash dhe herë, analiza nuk duhet bëj parashikime, duhet bëj një ligjësi, edhe ta shohë këtë në raport me interesin publik, çfarë është më e shëndetshme. Në gjykimin tim, Lëvizja Socialiste për Integrim në skemën makropolitike, pra në ekuilibrimin e jetës politike, ka një rol pozitiv ose ka një notë pozitive, sepse i bën lëvizjet e mëdha politike më pak të fërkushme, më pak të ashpra, por një herë mirë duhet nisi ky koncept. Duhet kemi një LSI o në qeveri o në opozit. Ky perpetuum mobile që
që si thua në fund mandatit kemi një pamje opozitare, nuk ka sens, kishte kuptim një herë normalizimi i spektrit politik. Duhet ndodhi në Shqipëri dhe për mendimin tim më e shëndetshme do të ishte një garë politike trepolare e cila do të jepte vendit një përfaqësim real, një parlament shumë real mbas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve palët kanë të drejtën e tyre mbi bazën e peshë elektorale të rinegociojnë për Po në këtë situatë politike? Në këtë situatë politike, unë që pret, parashikimin se bëjdot, sepse nuk e di që ka ndërmend Ilir Meta, po them çfarë është interesi publik. Interesi publik është, logjika e do që të konkurrojnë ose së bashku, si një gjë logjike si forcat majta, por për mua, për kontekstin e krijuar, për keqkuptimet e mëdha që janë kuptuar, sa peshon njëri, sa peshon tjetri, është mirë që të kemi 3 koalicione konkurruese në këto zgjedhje, oferta politike do ishte më e pasur, larmia do ishte më e madhe, të në fund do kishte një fotografim real të peshës dhe realitetit elektoral në Shqipëri. Duke menduar që këtij ngërçi do t'i vijë një zgjidhje, nga faktorët ndërmjetësues ose nga palët nga trupat e ndërmjetme nga trupat e ndërmjetme, sepse ndryshe pastaj nuk e imagjinoj dot se si do shkojnë gjërat. Sepse nëse të gjithë do rrinë njëjtat pozicione do ketë luftë, diçka do ndodhi, po. Nëse kjo zgjidhet dikur pra, atëherë do jemi shumë afër zgjedhje, apo jo, më afër se sot. Nga pikpamja taktike, kjo lëvizje i shërben Partisë Demokratike për të mobilizuar elektoratin e saj, apo mund ta dëmtojë? Unë kam thënë dhe në shkrim, sigurisht që palët kanë një tipar në jetën publike, si në çdo lloj sektori tjetër. Ata negociojnë, e shtrin negociatër për më shumë, të drejtë kanë për më pak, mund të arrijnë edhe çik më pak, se kjo por e rëndësishme arrin diçka. Kjo protestë ka këtë rëndësi për Partinë Demokratike. Spari afirmon plotësisht fillimin real të leadershipit të Lulzim Bashës në Partinë Demokratike. 2. Është e qartë që protagonisti i kësaj proteste është Lulzim Basha, pavarësisht nga prania e zotit Berisha. Ai është lideri i Lulzim Basha, fjalimin e ka Lulzim Basha, mesazhin e ka Lulzim Basha, dashurinë e popullit e ka Lulzim Basha. 2. Do të dëgjojmë mesazhet e zotit Berisha, nesër do të jetë me Eni Vasili. Me kolegen Eni Vasili, patjetër, figurë jashtëzakonisht e rëndësishme, por gjithsesi protesta është protesta e Lulzim Bashës. Elementi i dytë është fakti që nëpërmjet një aksioni simbolik, me çadër, fjalime dhe elemente dhe rekuizit tjetër, krijohet dhe vendoset qoftë dhe pak më tepruar se ç'duhet një shqetësim real i shoqërisë shqiptare. A do të shkojnë të votojmë realisht apo do të ndaj blejnë votat sekserët e partive ose të drug dealerëve apo të etj. Pra kjo është një interes shumë i fortë publik. Pra jemi të fituar si shoqëri me këtë sensibilizim dhe fakti që opozita shkon në zgjedhje më e karikuar, më e galvanizuar, më e motivuar që po shkon drejt një procesi më të qartë dhe më të besueshëm. Elementi i tretë, për mendimin tim, ky është dhe një vendosje e opozitës në realitetin shqiptar. Opozita shqiptare e drejtanishme ka qenë në një zgjendër, ëndra zgjendër. Pra ka luajtur midis faktit që është qeverisja e nesërme, siç çdo opozitë, apo është qeveria e djeshme. Edi Rama në mënyrë pak perfide në parlament ka luajtur me këtë dhe ka pas të drejtë, e thonë qeveria e vjetër. Pra, opozita e Lulzim Bashës duhet të shkëputet qartësisht nga nocioni i qeverisë së vjetër dhe të paraqitet si qeverisja e ardhshme e Shqipërisë. Kjo do kohë, do më shumë hapa dhe akte, por rëndësishme është që është ky proces. Qoftë dhe për këto dy rezultate, për motivimin e partisë, për organizimin dhe për vendosjen e çështjes standardeve zgjedhjeve në qendër të vëmendjes së Shqipërisë, nga ky rrezik i ri, relativisht i papritur, sepse më parë kemi pas diskutimin jo shteti, jo struktura e policisë, tani kemi një kërcënim tjetër, është një interes publik i rëndësishëm. Zoti Çili, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare, qëndroni me ne, rikthehemi vetëm pas pak me të tjera informacione.